Përshëndetje miq, këtë mollën këtu do t'ua tregoj, e kam bë 12 lloj molle, edhe 2 dardha, nëse do zënë gjithmonë, do t'ua tregoj se ku janë. Kam bë një mollë verore. Këtu e kam bë një mollë Fuji, 2 kalema, një kalema kam bë gold, 2 kalema këtu i kam fut John Golden, edhe një e kam bë mollë se që quanim ne jena tonë. Edhe këtu kam bë një mollë kanadeze edhe një mollë varadeze. Këtu e kam bë një mollë që e quajmë ne mollë gjuri e madhe. Këtu i kam fut një dardhë. Kjo ka qenë një mollë e dëmtuar, pasi e pleva shumë vitin e kaluar, e mori vetën bollë mirë. Edhe unë e kam shartuar disa llojesh. Edhe këtu është një dardhë dimrore. Kjo këtu është dardhë dimrore. Këtu i kam fut një mollë stërking. Është stërking kjo. Këtu e ta shohim nëse do kapin. Kjo pas shku në fazën që e pa ta pret 80% si mollë, dhe të shi e kam bo për qef. E kam bo për qef dhe ta shofin a do kapin këto kalemat këtu që i kam vonë. Dërsa kjo vetë si mollë ka qenë në mollë verore, kokër madhe, ka prodhim të shqip. Por dijavë do qelin lulet, por i kam bo edhe një shartim të shumë llojshëm, rreth 12 lloj molle dhe 2 lloj dardhe kam fut këtë mollë. E boj thjesht për qef, e kam hobi, dhe ta shohim kur qelin. Respekt e marakli, e gëzuar dhe kjo natë kadri që sonte e festojnë gjithë muslimanët. Respekt.